po do kemi probleme në mungesë në të gjitha sektorët e industrisë dhe të bujqësisë. Por e lumtur, po flasim për taksën e qarkullimit tani, që thot kryeministri ynë që nuk e ka idenë se çfarë është aritmetika, jo më pastaj matematika e taksave. Është një taks për çdo kilometër, ai duhet na thotë se çfarë vlerë ka kjo taks në total, çfarë vlerë totale ka sot kjo taks. Dhe se si do të kompenson dhe këtë vlerë totale nëse do shpërndante të gjithë. Pra, nëse do hiqej taksa e qarkullimit ose do përgjysmohej taksa e qarkullimit, cili do ishte efekti i tij tek investimet në rrugë. Sepse taksa e qarkullimit çfarë është? Ata që makinat që përdorin më shumë rrugën, që do ndotin më shumë mjedisin e tjera, paguajnë taksat sipas që zhvon tek nafta dhe matja e përdorimit është e drejtë në këtë rast, sepse ai që merr më shumë karburant dhe prodhon më shumë karburant, ai ndot më shumë mjedisin dhe dëmton më shumë rrugën, apo jo? Kjo është si logjik, nuk është pasakt. Por, a vjen kjo taks mbrapsht tek rrugët e të mjedisi? Apo e mbledhim dhe investojmë diku tjetër? A mund të seroj kryeministri se sa është totali kësaj takse të qarkullimit? Si do të kompensojë kjo taksë se do shpërndajë të gjithë shqiptarët? Nëse do shpërndajë të gjithë shqiptarët, sigurisht do ishte pak, sepse do paguan edhe ata që nuk e përdorin automjetet. Pra, kjo është të bësh aritmetikën e Edi Ramës, domethënë një ngelës në 100 klas parë. Në momentin që taksa e qarkullimit hiqet nga nafta dhe shpërndahet të gjithë qytetarët, sigurisht që do ulet për të arritur të njëjtën vlerë, sepse do paguajnë edhe ata që nuk e përdorin fare makinën ose e përdorin shumë pak, do paguajnë më shumë. Dhe vlera do arrihet njësoj. Kështu që kjo nuk diskutohet, por ne nuk do flasim tani se si taksa e qarkullimit ndikon te çmimi i naftës, sepse ka akciza për të parë dhe nuk ka nevojë vetëm për taksën e qarkullimit. Ka shumë probleme. Problemi i naftës është sot që është ajo pjesa e reagimit si kartel që bëri kur u caktua çmimi nga bordi i transparencës. Ky është problemi është që nuk tregu nuk është i lirë, që ata që importojnë nuk janë të lirë. Ata nëse nuk bëhen pjesë e sindikatës së importuesve, nuk marrin leje dhe ata dhe nuk veprojnë si ata nuk mund të bëjnë asgjë. Kështu që mendoj se problemi është komplet tjetër, nuk është taksa e qarkullimit, por sigurisht edhe taksa e qarkullimit është shumë e thjeshtë që të Po, mirë, se kemi problem. Po, jemi okay tani. Po. Nëse do ishte taksa e qarkullimit do ishte shumë e thjeshtë të kompensohej, duke u shpërndar më shumë tek njerëzit, për të mos rritur çmimet në mënyrë fiktive, po edhe reale. Prandaj asnjëra nga argumentet që jep Rama nuk është e vërtetë. Të gjitha janë gënjeshtra, të qartësisht gënjeshtra, sepse aritmetika minimale i përgënjeshtron ato. Kalojmë ke çështje tjetër tani që po diskutohet shumë, duket se ka tashmë zëra brenda Partisë Socialiste, ndryshe nga ajo që kemi parë deri më sot, i quajmë pak jashtë kontrollit. Kështu, Elisa Spiropali, ish ministra e jashtme, ka folur qartë dhe fort në një status të saj kundër heshtjes së imponuar brenda kësaj partie. Nga ana tjetër, Erion Braçe ka konfirmuar edhe një herë që dëshiron të kandidojë për Tiranën dhe do i shkojë deri në fund kësaj pune, tha ai. Madje edhe zoti Malaj, Erben Malaj kishte shkruar sot që po mendon të kandidojë si i pavarur për Vlorën. Çfarë po ndodh në Partinë Socialiste? Është me rëndësi